E mori fitoren lart Vasili gjesti analfabet funksional, reagon Olti Curri. Olti Curri, i cili njihet për opinionet e tij të drejtë për drejta, duket se ka dhënë një mendim edhe për shpërthimin emocional që ka pasur Laerti pas daljes nga Big Brother VIP, duke akuzuar gjestin për analfabet, por edhe për çmimin e pamerituar sipas tij, teksa Laerti shprehej: ai e meriton në mënyrë absurde fitoren, ai shkatroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi, ai bëri gjithçka. Unë jam një tjetër njeri, di që është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar një 2-3 këngë, nuk regjistroi asnjë, patëm për të shkruar tekstin për Bana King, nuk shkruajti asnjë varg, por ja që publiku paska këtë preferencë. Një analfabet funksional, ndaj është më e bukura, natën e mirë, ka thënë me ironi dhe thumbi me Laerti, teksa u shpreh zhgënjur edhe për vrerjen e hedhur nga jashtë në drejtim të figurës së tij, teksa u shpreh se fituesi, nëse nuk do të ishte ai, e ka merituar Rozana për bagazhin dhe argumentat që ka dhënë. E duket se gjithë ky vrerje hedhur mbi gjestin është kundërshtuar nga Olti Curri. Ai në një live në Instagramin e tij ka dhënë argumentet e tij sepse këto fjalë të Laertit nuk qëndrojnë, teksa u shpreh: Laerti ka të gjithë të drejtën e botës që ta ankimojë fituesin, aq më tepër që ai ka qenë pjesë e finales dhe ka mendimin e tij që ka pesh. Megjithatë, sa për argumentet e përdorura, nuk mendoj se gjesti është futur në atë program për të treguar bagazhin artistik dhe atë të inteligjencës, aq më tepër që nuk e përfaqëson ai këtë fash. Ne nuk duhet të nisemi nga gjesti t'i kërkojmë llogari për këtë gjë, pasi kemi politikanë që nuk dinë të flasin, gazetarë që nuk dinë të shkruajnë, e tjetra dalin me gabime. Kemi mësues që supozohet që të drejtojnë nxënësit e nuk dinë të drejtojnë veten e tyre. Kështu që në këtë shoqëri nuk kemi çfarë t'i kërkojmë gjestit. Ai bëri lojën e tij, ju përshtat rregullave të formatit dhe doli fitues. E ka plotësisht të merituar. Sipas vendit bëhet ku vendi, përfundoi Olti me argumentet e tij.